Një talent shqiptar ka bërë debutimin e tij në Superligën e Greqisë ditën e djeshme. Bëhet fjalë për 17-vjeçarin David Hoxha që ka dalë për herë të parë me ekipin e Panetolikos. Ekipi i talentit kuqëziu poshtë dje nga Athens Kalithea me rezultatin minimal 1-0, por kjo ishte një mbrëmje madhe për Hoxhën pasi u aktivizua në fushën e lojës në minutën e 81 të takimit. Në mars të këtij viti, sulmuesi 17-vjeçar ka bërë dhe debutimin e tij të parë me Shqipërinë në moshave U19. Ai më parë ka bërë pjesë në moshat e Greqisë U19, por më pas ka zgjedhur të veshë ngjyrat kuqezi. Në kampionatin U19 të Greqisë me ekipin e Panetolikos, David Hoxha ka shënuar 9 gola dhe ka dhënë një asist në 17 paraqitje të zhvilluara.